Një ajet, nëse e lexon në mbrëmje, je I mbrojtur prej shejtanit deri në mëngjes. Dhe nëse e lexon në mëngjes, je I mbrojtur prej shejtanit deri në mbrëmje. Ubej ibn Ka'b e pyet shejtanin. I thot, çfarë na mbron ne prej jush? Thot, ky ajet në surën Al-Baqara. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Pra ajeti Kursi. Tha, nëse e lexon në mbrëmje, je I mbrojtur prej nesh deri në mëngjes. Dhe nëse e lexon në mëngjes, je I mbrojtur prej nesh deri në mbrëmje. Ubej ibn Ka'b shkon dhe I tregon profetit alayhis salam. Profeti alayhis salam I tha, sadaqa al-khabith. Pra, kuptohet prej fjalëve të profetit alayhis salam të vërtetën, ka thënë I poshtri. Kështu që vllai nderuar, motër e nderuar, çdo mëngjes lexoje ajetin Kursi, çdo mbrëmje lexoje ajetin Kursi. Ajeti Kursi është ky. Pra, surja e Tesbive, siç njihet ndryshe. Zoti ju rujt.